ky nuk është një episod si gjithë të tjerët, sepse më në fund në këtë episod do të kemi përballjen e aq shumë kërkuar nga ne të treja me disa nga çunat që komentojnë kuçk nëpër komente. Kështu që unë po i lë ata të prezantohen vet. Eno? Si jemi mbrëma herë rrofsh për ftesën. Alex? Unë jam Aleksi nga La Praka. Të prezantona i qik. Se i lëpi. Kam i lavash. Edhe kështu me ta punë pista. E të një vetë jo. O bro, që i ke këtu se Alex, policia... Pista më, një punë pista e lagje. Bon humor gjia. Humori pistët. Alex, nëse mund të pyes ndjes Eno, pse e bën hundëve tërkohën kështu? Me grip. Jo me grip. Alergjia gji polena gji. Alergji kolumbiane. I sekond ti respekt e herë që ke më mirë live. Me vërtet? Po, nuk duke ma shkuç kësa të keni komentuar në për komente. Jo, vëllai, se dita që si ke punët, po unë s'kisha falë mas emisionin që se ke dëshirë, po folim pastaj. A di që jam e lidhër? Se kam problem, se jam tip gjelozi. Të morë vesh, që në të mua bete. Eno. Okej, s'ka problem, se po ta marrë me shaka. Unë jam Eno herë, unë vi nga Don Bosco, bojmë beko këti me Don Bosco me ropë. Që flet? Po unë, po se jo mi mëv, kam pas nejt park, po na hapën sa probleme, na kontrollun sa telefonat, gjitha i shpit mirë në Don Bosco, Fjori di Bosco, e gjitha e din, pjeshkat e din, ka i si të vogla. Aty e na njoft. E jo, me qa mere është ti se, okej, Aleksi... Unë më pak nga të gjitha, më quin oktapod, i kam durët e gjata, qik nejt qika ne. Aty e lavash, i bashkrim. E lajm. Po mirë, sepse unë ju zjodha duke qenë se ju jeni ata që më shumë ti komentoni në për komentet e pa manuali që jeni kështu të degeneruar etj. Çfarë ju solli këtu? Domethënë ç'ne kjo përballje? Si guxuat vini deri këtu? Duam drejtësi për gjithë naçut. Po për gjithë çunat që keni shajt. I kena shajt? I keni shajt, ju të mira jeni. I keni shajt, të mira jeni, ama flisni gabim. Flisni gabim. Po ti jeni kena gjë konkrete gjithë se e lam mirë, apo ti marrim gjithë listën që kena bëa ditë të tupit deri në mëngjes. Dhe binjakët gjun shigjetar. O gji. Shajm binjakët. Vel pra kur se kapi rrushin gji. Binjak dhe shigjetar. Absolutisht. Po mirë, un kam një pyetje. Kush nga ne të treja është e preferuara juaj? Ma thoni me radhë. Atë Gjesin e kam inat, po menoj që e kam inat me dashni, e kisha kap, e kisha ngulli herë, ja kisha nxjerr gjithë inatin. Respekt na falë, çfarë ore jepet emisioni? Nga ora 9. E po mirë. Largoni fëmijët nga ekrani. Gjesi, pra jo ti është Gjesi. Imi është Gjesi. Po për ty Gjesi? Më falë. Alex, se nga që jam mësuar që këte kam Gjesi. E di që jam ullë vend Gjesit, ama unë jam Aleksi La Prakës. Okej. Mati La Prakës. Okej, Aleksi. Lali. Kush i preferuar jot? Ajo Megli ka super byth. Super byth, vlla. Më falë. Mas orës 9 do gji jepet. Mas orës 9, s'ka problem. Po mirë. Shiko, ju kërkuat drejtësinë tuaj. Dhe në fakt ne sot kemi disa letra që na i kanë dërguar gocat, edhe do doja që ju të jepni këndvështrimin tuaj si çun, se është shumë interesante, ne gjithmonë pa manual kemi diskutuar, Aleksi telefonin kur të mundesh, kemi diskutuar, edhe nuk keni patur asnjëherë apo po flas me fjalë shumë të Jo, me ty jam. Me ty jam. Po flas me fjalë origjinale e ke këtë varsën? Këto goza kanë çu histori, domethënë. Po, atëherë, po edhe një herë regjia po e them pak më shqiptarçe. Ca gocat e pa manuali kanë çu ca histori. Kena nevojë për opinionin tuaj. Ja me qartë se ose më rbut. Na i foto kanë sjell apo vetëm histori? Jo, fotot nuk janë anonim. Jemi? Jam shumë gati. Jam një lidhje për një vit e gjysmë, thot një. Ndau. Që në fillim ai më ka thënë që nuk i pëlqen shumë grupi im i gocave, sepse sipas tij ato nuk janë për lidhje serioze. I ka shkep gjitha e vdekme. Thot që ato dalin shumë. Postojnë shumë në Instagram dhe janë vajza që nuk duan të rrinë me një. Kohët e fundit, sa herë dua të dal me to, më thot, do dalësh prap me ato shoqjet e tua? Një ditë duke u zënë më tha, shoqjet e tua ta prishin menjen ty. Shoqje pra.
O kaz. Kaz. Po gocat sot gjitha materialiste. Duan vetëm lek, duan me na shqep nga lekët. Nuk ka goca sot, pra në janë beqare unë. Pra ndaj nuk I qoj momës as I gocë. Janë krita O gji. O gji shef rushi piqet o gji edhe ajo që s'është botu net me gji janë o gji çan këto muhabete. Më falni, po, nuk ka goca që nuk janë të tilla, pra që të mos e themi shumë shpesh atë fjalën se jemi dhe në program. Na fal. Nuk ka, tani, nuk mund t'jenë gjitha gocat. Ka dhe disa goca që nuk janë, thjesht ju refuzojnë juve dhe ju nuk jeni për ato goca, se tani... Kush na refuzon? Me I t'pame. I bën për vetëm, a? Di ka rast në të dyve për I hersh. Edhe kena dina të ripin të Smackdown që ja japin. Për treshe jepet ajo, e kena ngull. Po nëse tem tjetër kjo. Ju të dy. Ne të O dy. t'hapin a shumë kanë, se thonë këto ja pas. Ka problem shumë të madh. Pra, ju nuk mendoni kur që problemi jeni ju çunat, se seriozisht. Kalojmë te pika tjetër. Pse del kjo? Ku do me shku kjo që del? Për çfarë del? Ku shka? Me shoqja. Ku po shka? A është me mu? A më ka gjet mu? Për çfarë do me dal? Ku do me shku? Do me hap syt? Maksimumi me dal me naj vlla, me naj bab. Kaq, kaq. S'ka lejtë me Nuk mund të shoqja. dali me shoqet. Nuk ka shoqe Po sot. ju keni shok? Kam kazin tim. Vetëm kazin që ti? Jo, kena gjithë ekipën e Laprakës, Don Boskos. Zëra ekipe bashkume. Po mirë, pse ju mund të dilni dhe gocat tuaja të dashurat tuaja? Po ne do dalim, a do respektojmë robt ne? Ne shoqe, a do I qirasim shoqen? Qirasim shoqet pra, për qa? Ajo stil, a është e lidhme, dali, do me dali më në Ballkan. Po mirë, më pse janë gjithmonë shoqet e saj që janë edhe e kanë fajin. Nuk e kam kuptuar kur këtë teorinë që keni ju çuna. Po ato e kanë. Po pse më se ato janë k. Se po ajo s'është k, s'është me mu. Unë s'do isha lidh me k. Kështu që shoqet janë. Mos rimo me shoqet. O mua shoqet. Të fusin rrugë të këshia. Kanë ardhë kot këshia sot. S'mund t'i lësh, s'mund t'a leu në dashun time me lloj rrugëve. Në shtëpi aty, ke mama, ke baba vet. Pastaj kur t'i bëjmë gjona të çik më familjare, ke mama, ke baba im, çohet mjes, ti bëj kafen mamës e babës, edhe në shtëpi aty bëjmë le kalamo. Edhe pastaj ti vazhdosh të hypesh hu. Respekt. Hypje edhe na hypin, ta hipi ta zbriti thash kjo muhabet. Tashi ajo me na burra. Jeni pak me dy standarde. Domethënë ju jeni vërtet dera. Qa standarde është o Blerta me dera. O Blerta se kam respekt të termin e emision, po qa standarde është, ku ka standarde sot me du lek, du vetëm lekun. Po ju lek s'keni, më pse mërziteni? Ju lek s'keni, më gjithë respektin fani. Kush ka lek, o zë, tu shpërthy leku nga gjitha anë, mos na boni, na thoni pastaj pse habeni bythësh. Ka lek, si s'ka, ti meritoj ajo lekët. Ajo mos punoj, 3 shtëpi, 3 kuzhinë, ti më bëjmë gjonat gati, kaq pik maroj. Lekët ja çoj unë. Tani kam letër tjetër, nga një gocë tjetër. Dhe gjithmonë mos harroni, këto gocat kanë nevojë për këndvështrimin tuaj. M'fal. O, fal sekond. Alo. O debile, u gjen në shtëpi o debile, ka ik dielli. Sekond o kush o zot. Ka ik dielli, më futu në shtëpi maj. Futu në shtëpi se ka ik dielli, nesër mëngjes kur dali dielli do dalësh prap. Debile, m'fal. O kaz, i sekond se nga ka marrë broja në telefon, se i thak da... O broja me emision, më nga ka ftu në emision, i sekond se videokoll, ja, për gjithmonë. Po, kush o i sekond se ta kryj këtë si halë, se kom si ndërë ma kanë kërku, pa i zotin. Derë ti është? Po mos po kapim në i gjo nga emisioni, o kush o mos po na Elena njona, më diti si shkojnë të punë, se sështu na jetë të komë, se flau folim. Ajde që parkohet 2 makinë këtu edhe folim, ajde na meri qikë se s'kena naft, hajde. A Berti ishte ma? Më i përjeshme shoferi, a i që e përdorim zdari. A i që që me blefara. A i kingu vogël, pa. Eci, na falë shumë, kërkojmë ndjesë. Falë, ndjesë se ty të kuptova, ti me kë folja ashtu në telefon? Me buzën. Me buzën tënë? Edhe ti i thua buzës dhe bile? I pëlqen. Kush bërtet të do? Edhe kush të thot mbyllën në shtëpi se ka ik dielli të do, besoj. Ora. Po ti ku shkon në shtëpi? Ora.
4-5 mjes. Pa jo ç'a bën? Del dielli atëherë. Atëherë futem unë, atëherë mund dalja ajo. Ke balkoni, si stakazi. Me turën e pra gjithë shtëpia trikur bosh. Njërë njëri, njërë tjetëri. Zjetë shtëpia bosh. Ashtu gjë. Delti, motor? Po. Delë? Ku vjen, më shkosh në shtëpi? Jo, vallai unë orë 11 lej gjumë. Nuse për shtëpi. Mashallah. O kaz. Ajo mingli është i çikëshu që del. Ajo ma ka prish qefin shumë më fiction rock. Ajo del Ke qef me pa veç story me god në dorë. Nami, ku po shkon, atë zërin si burr. Me ro. Pa qeshmen. Nese, se nuk flasim për tjerët kur s'jam prezent. Po. Si janë ato lloj tipa, çuna me seder. Ai thotë që lidhja jonë është shumë e fortë dhe duhet kemi transparencë totale. Dini ç'është është transparenca? Çuk. Që hyn. Lirisht. Lirisht. Do të thënë kur dikush t'jep transparencë që ti mundesh me shku me atë. Leje. Ai do leje. Ka se mos e di. Paka shumë. Një ditë më kërkoi passwordin e Instagramit dhe më tha, unë ta jap timin, ti ma jep tëndin dhe s'kemi pse kemi dyshime. Kur i thash që nuk ndihem rehat, ai reagoi keq. Çfarë po fshem, më tha. Unë s'kam asgjë për të fshehur. Nëse po fshej gjë, pse ke problem? Sa herë më sheh online dhe si kthej direkt, më thot, me kë e duke folur. Çka dora neve kjo kaz. Ka si dora neve kaz. Ka përgjigje. Po duhet me i thonë Instagrami, po ky që ka budalla, se ai jep ka dhe ky. Unë sa do thoja, kam një pyetje. Nisur nga kjo letra. A jepet të dashurës passwordi Instagramit, çuna? Ajo timin e? Timin mund të ketë ndaj gjë tjetër për passwordin jo. Ka të hagohen kas. E para, e dyta, pse ka Instagram e dashura ime herë? Bravo, kas. Na i tha që rrobash mund ta ketë, ja sjell unë nga jashtë. Shky Instagram me foto. Nuk duhet të ketë Instagram personal? Me fytyrë? Me foto? As të edhi foto? Me fytyrë? Me fytyrë, pa. E maj unë wallpaper, a do të shofi vetën ajo të postume, e postoj unë. Duhet të ketë Instagrami, nuk ka nevojë vetëm postosh veten, ti interakton me njerëz të tjerë. Me kë tash ka kjo? Me shokët, shoqet rrethin e njohur njerëzit. Shok, s'ka shok sot. Facebook po. S'ka shok. Ai Facebook. Messenger? Na email, Facebook kanë dhe të shpis, e shofin, komentojnë, fisi im, mirë është. Nuk e ke, shko mendoj se po egzagjeroni pak, tash se realisht në 2026 në ky lloj muhabeti nuk mund. E zëm se e dashura ime ka Instagram, hajde marri me zëm se. E zëm se 5 following, 5 followers. Ka, a bëjtë super privat, e inicialin tim e te bio me dryn, e para, e pa negociushme. Duhet ta ketë? Pa tjetër, me se zbon. Se ka foto, dyve bashk. Vetëm foto të ju të dyve. Po, ta din. Foto me robabaja nuk bëhet fjalë. Ku jena këtu në? Ku jena këtu më Blerta, se kena ardhur për respekt apo çka ke më abet me robabaja? Haptu. Nuk është respekt. Po jo, nusja ime, dashura ime robabaja? Po jo. Jo fare. Allah. Me no dy. Po mirë, juve keni Instagram? Unë e kam epic d713. Kështu e ke Instagramin. Serios. Po si e ke username-in? User 237. Serios, Instagram, serios, burr për shtëpi. Po dhe Snapin e dini o çuna. Ikëm nga kjo letra. Unë ta jap timin i ka thënë ai, po s'ke dyshime. Domethënë po kjo, çfarë mendojmë për një gocë e cila është online po nuk i kthen përgjigje dashurit? Trahthoma, sot kanë trahthoj me çan këto. Ja bo gjitha i thoj. Sa jo të në shajt momës të janë transmetimës. Jena transmetimës. To raste e shifet të dashur online s'kthehet përgjigje, i shkohet në shtëpi. Merret zvarr. Me dashuri. Jo, as të lloj dashurie. Ç'është kjo fjalë? Merret zvarr me dashuri. Na fal. Lali si janë transmetim. Jemi kundër dhunës me rob. Me rob. Me rob. Ashtu. Kur dola një natë me shoqet, vesha një fund pak më të shkurtër dhe një bluzë me barkun jashtë. Për çfarë keni sjell këtu apo? Asgjë vulgare, thjesht outfit normal kur del natën. Kur u kthyem në shtëpi, më tha, nuk më pëlqen kur vishesh kështu pa mua. Meshkujt të shohin ndryshe kur vishesh kështu, jesi ato rrugaçe. E në çka ke? Ku punon kjo? Në strip. Nuk punon, më thjesht ka dalë për çepin e vet. Lali.
Ku punon, ku është kjo te 94 ka dalë me boqarkun, ka qit shalët, ku t'ja ka qit shalët Jo, kjo? një vajzë nuk vishet vetëm për t'i treguar dikujt, vishet për kënaqësinë e vet. Të kënaqet dali para pasqyrës në shtëpi, ta bëj qarkun. Nga kuzhina mbajnë balkon. S'përti deri në ashensor, nëse do me bëna i foto sikur ka dalë. Po a keni motra ju dhe motrat kështu i trajtoni? Unë s'kom. Ne na 5 vëllezër. Respekte për motrat e Naçuve ke lagja. I respektoj motrat e Naçuve të Po mirë lagja. mamin tuaj, lini ju me dal nga shtëpia? Mami ka duke shtëpia? Zgjojmë mëngjes, na la ato rroba aty. I futi planë e shtëpisë. Normal më. Edhe mama. Mama. Kam. Ke sikur ke prejardhe nga vora no. Jo, më fal Alex, ndijes se. Ska gjëna nga trojnë, jena të bukur të dy, mashallah. Tani të lutem, bëjmë të letra. Çuna. Gustojemi. Çfarë mendojmë për letrën? Pra, për këtë gocën. Është gabimi i kësaj gocës se thjesht ka dash me dal me u vesh në një outfit natë? Që kjo goca duhet t'i kërkoj falje dashurit, ta marri, ta ulli të thotë më fal 1000 herë që doja me nova e çova në men me qit lëkur me dal. Do me tregu lëkur. Lëkura mulohet, nuk del me lëkur. Femna që është femën, është e veshun nga koka e këmbët poshtë, fustan e mbyllme deri në fund të gishtit këmbëve. Nuk vesh fare fustan. Vesh bluzën time për shembull, ka lezet. Duke da bluzë mashkulli me parfum, mos t'i afrohet njëri me një njëri erën e parfimit asaj që është ndryshe, absolutisht erën time. Me qëra fjalla. Bo. Nuk e nika. Ave mua kanë se harrova. Se besoj keni vleve mbushje. A se loj mbush, a duke Qa di kjo ka? Qa di kjo ka? Qa di kjo për parfume të Na knaqë, gjithë ditën e kisha në gju, bravo. Pyet shpesh për ishat e mi. Në fillim mendova që ishte kuriozitet normal. Por pyetjet u bën më specifike. Sa herë keni bërë seks? Apo pse u ndave? Njëherë më tha, thjesht dua ta di me çfarë femre kam të bëj. Historia jote flet për ty. I thash, siç i kam thënë në fillim, që kisha 4 herë lidhur. Dhe sheri u bë shumë i madh. Por kur e pyes për të kaluarën e tij, ai më thot, s'ka rëndësi ajo, jam me ty unë tani. Qa pune? S'pumi pas ka thonë shpjegim. Qa pune ka ajo me ditë me kë kam qenë unë? Qa problemi ka ajo? 4, 1, 2, 3, 4. 4 hyrje dalje, kaz. What the fuck? Me rop shpije, thoni mos qani pa që ja dav ku. 4, aporti dursit, kaza njet, 4, what the fuck? Qa janë këto emisione, po Më falni, mos komentote ju pastaj. Mos komentote historitë e ju pastaj. Emisionet e gjenerum. Kush ju jep juve hapësirë? E je dhe emisionin tim. Kush ju jep ju mikrofon me fol? Kush ju jep ju hapësirë televizive? Promovoni klik. Kena dhe kësiklet. Hera parë që majmë na i gjon dorë herë. Çfarë këto mikrofona në dorë se i kishin pa në për komente, po Në dorë po e mban sot. Edhe po e mbake aq mirë sikur ke eksperiencë. Shejtani, femra fut dhe shejtani shishe e sta leka mikrofonin në dorë. Ja urdhë. Se jemi kundër gocave që mund të kenë mbi 2 të dashur. Mbi nuk ekziston fare, zonjë. Sa duhet këtë patur, mirë, pyetje më drejt për drejt atëherë për ju çuna. Sa të dashur duhet këtë patur një gocë që të mos quhet femra? Sa? Që është femër e pastër, është e virgjër. Si që ka bë nona, si që ka dalë ka nona vetë. Po ju jeni të virgjër? Nena nasun, Ne asë në hunë jena. Shë virgjëria thot kjo, pa i zotin qajnë të pyte, mëse nga faqesh emision serios, mëse nga boni me dal nga vetja. Po mirë atëherë pse? Bura, ne do të me provu me pa kusha ma e mira me e marë. Po pse kur juve nuk jeni të virgjër dhe keni më shumë se sa të dashura keni patur? Çfarë si ka kjo? Se duhet jetë e dashura juaj? Se kuptoj. Se mos bëj si bëj unë, bëj si them unë. Ajo do jetë e pik. Ne i kena metal. E ti feti, nuk e marrin për shtëpia dhe që merrna. Nuk e marrin për shtëpi me që ke mama. Asaj, as dorën mos ja preki njeri. Mundësisht është e paprekshme e dashura ime. E paprekshme.
Pra juve nuk jeni me këtë idenë që një gocë nuk pyetet në 2026 se sa të dashur ka patur. Po normal që duhet me pyet i blert. Gabim. Normal që duhet me pyet më. Jo, një gocë në 2026 pyetet si kalove, a je e virgjër? Pik pyetje. Si shto shoku im Galaçi. A je e virgjër? Nan e motër thot kusho, nan e motër. A je e virgjër rapt? Kaq. Kjo është pyetja. Po ty ta bëjnë ajo këtë pyetje? Do ishte turp, se s'do ajo më marrë, do ti më marrë me na një të virgjër për shembull, s'do doshe, menoj. Pa burri s'mund të virgjër. Dominot me pleqt. Kemi një lojë shumë interesante. Jeni duke më shastisur, nuk po ju kundërshtoj shumë, duhet ta kuptoni që nuk është se jam këtu për t'ju kundërshtuar, se nëse do ju kisha hyrë t'ju kundërshtoja, do zgjaste një përjetësi ky emisioni. Thjesht po ju lë që shqiptarët të kuptojnë me vërtet pak mendsinë e çunave. S'na kundërshtot doti, disa kena kalu si ty ne, disa përgatitje na ne kalojmë 24 orë në TikTok. Video më video, koment më koment, një nga një, me account fake, ju shajmë, ju shplajmë për ditë. Libra nuk bëhet fjallë? Po, librat për me bo në të Ganca dhe zjarë. Marli, du me pi, mu që fletën, Marli, jo me ti, e në zim tjetra. O zemra, konceptet e juja i dredhin me ganca dhe barë. Emisione, ecim. Niveli i çunave që shajnë pa manualin komente. Edhe seksi pale. Uftova në një fest nga puna, ku kishte koleg meshkuj dhe femra, thot një vajzë. Ai nuk mund të vinte sepse punonte turni natës dhe më tha, po pse do shkosh nëse zvi unë? Shkova gjithsesi. Gjatë mbrëmjes më shkruante vazhdimisht ku je, me kë je, dërgo foto. Dhe atë natë ndam. Shumë mirë ka bë. Po s'do marrja i lloj më shpi. Me drejt, olla, me drejt. Ku shko kjo, pa burr, pa dashun e vet. Ai të punu për atë, me i cuna i lek, për turni 3, ajo të drit bythët e festa punës me kolegët, turni 3. Me kolegët, ku ka kolegë sot, më kolegët du me të... Po flasin për fest pune, është diçka shumë normale. Pune, sa kena pane, për ju, ato videot që boni ju, ajo tjetër ato bo helikopterin tok, su pranë festat e punës, filloj helikopterit, merë tjetër që për shpi, se di ku je. E ke fjallën për minglin? Lezi mos e përmen. E thash përgjithsi, festat e punës dihet botërisht që çast no aty. Shkepen, njëri tjetrin. Jo, wow. Po sa thuj tash shinezi, kur kena bën ne këto. Ne s'kena pas një punë serioze, po e kena sigurt. Sigurt. Kur kena bën ne këto, shokas në të lavazhis bën fest kompanie. Unë kam sigurt që shkepem njëri tjetrin kolegët, kaq kështu ndodhte festa punës. Po ti ma dhe përgjigjen e ju keni patur ndonjëherë punë në zyrë, punë normale? Asi lloj punën. Ne ke lavazhi, bixhoz, me çunat, ne s'ke din, ne gara me qen, po patën fat na qellona me kal, nuk janë okay të promovohen këto që sapo po thoni. Po pse këto historitë e juja janë okay me kolegë pune që të shokan shtëpi me 4 lidhje, a jeni mirë më? Tradhtime treshe. A jeni mirë më? 4 lidhje janë shumë, 4 lidhje dhët bixhozi që ka problem. Unë me çfarë shty unë ditën? U lidh ke ti 4 herë. Sikur të punosh. Sikur të punosh për shembull, sikur të punosh. Punojnë tjerë për mua. Për punën. Për çfarë vet llota? Me fat. Zoti ka qenë me ne. Kena kap, kena hum, kështu jeta, fitim, marim, humje. E blert, nuk ka puna, i promovojmë as promovojmë ne, se s'unë i bëjnë gjitha të punë. Nuk i bëjnë të gjithë, ne i bëjmë. Asne si kena bon fillim, shita shi, ku jena. Me iPhone, a kupta. E jeta rrugës. Super arritje. Kam një loj. S'na kishë thamë për loj, mos e ndoshta dalim kish. Jo, thjesht është një loj. Më ta sqaroj, mos e nxirr këtë pjesë. Çfarë loj është? Se ne nuk kemi as këtu. Do t'ju bëj disa pyetje. A është tradhti kur? Dhe ju do më përgjigjeni kënd vështrimin tuaj. Për shembull, pyetja e parë fare. Është e lezetshme, ju lutem, dua pak energji, dua pak ritëm, dua ritëm tani këtë kjo loja. Hajde ritëm. A është tradhti kur një çun i lidhur i blen pije një gocë në klub? Ja. Normal që jo. Si lloj tradhti? Është respekt. Është respekt. E shef, goca duket pak e thatë. E shef thatësirën edhe i thu
buzët të ishin tharë, gëz. E dëgjuat pjesën e fjalisë se thash një çun i lidhur? Çfarë problemi ka? Ka s'le problemi. Asnjë problemi. Ne do ham, do pim, do... E kuptoj. Po mirë, e kundërta e kësaj, nëse e dashura juaj shkon klub dhe e pranon e dashura juaj shkon klub. Qa humori ky emisioni. Po e që për humor të mos ja shkon nga klub. Ku që ka nis kjo klub. Nuk shkon e dashura në klub. Po ti mund të shkosh në klub dhe dashura jo. Normal që po. Ne e kena pun. Pas 12-s e kena pun. Punon. Aty punohet, po se kuptoni u gocat, po aty punohet. Se si rrinë do i shkojmë në televizion. E kuptoj. Çuna, pyetja tjetër. A është tradhti kur një çun i lidhur i shkruan një vajzë tjetër në DM? Qa ka me pyetësie? Qa problemi ka me bëj kompliment? Je i lidhur. Edhe? I lidhur? Po i shkruan një vajzë tjetër, një kompliment në DM. I pëlqen asaj. E me gjithë më... Gjitha e kërkojnë vetë, i pëlqen nga i qik. Dhe e kthe, po ktheu, po ktheu kalojmë te tjetra. Ku është problemi? A është tradhti kur një çun i lidhur i bën like fotove seksi të një vajze tjetër? Çfarë problemi ka? I shohim kush u tha atyre me nxjerr foto me byth jashtë. A për ne e kanë nxjerr. Për ne janë nxjerr. Që ne t'i bëjmë like. Po ju jeni të lidhur. Çfarë problemi ka? As kur ju jeni të lidhur nuk pas ka asnjë problem. Unë e shoh atë foto, ka qita e foto me byth, e shoh funa dhe them m'inspiron, them bravo për mundin. Ja, i like shpëton një jetë. Ajo do vëmendje ja japim. Çfarë gjen për shembull mos më i bë like asaj kohë? O goce. Ne na lidh me ne unas, nuk kena lidh për litari. I like do a bëjmë. Tashi. Do dalim nga tregu tash. Kjo shpreha, çfarë ishte jena lidh? Me unas, si na lidh për litari, tash do dalim, do shohim. Tash po munda, unë nesër pas nesër. Ai like-u prap çon prap në treg. I thua asaj, atë like-un do ma kthesh në natyrë apo si e ke hallin? A është tradhti kur një çun i lidhur hap Tinder? Çan këto. Çfarë është ky? Çan këto ka. Se dini çfarë është Tinder? Telegram? Sinjal? Në një nga BlackBerry kena pas atëherë. Njihni vetëm sinjalin besë. Qa Tinder jolla? Qa bëhet Tinder? Snapchat? Jo, nuk e njihni, po mirë, s'ka problem. Tinder është një aplikacion kështu që futen dhe bën kështu majtas ose djathas për të parë goca të bukura dhe për si e kishte më ta shohim mos vdesim ignorant në të passwordit. Okej, mirë, vazhdojmë te pyetja tjetër ndërkohë. A është tradhti nëse një çun i lidhur i fshin çatet që të mos ja shohë dashura? I çuni s'bën për dashur ato punë, nuk bëhen për dashur ato punë, bëhen e para punës i çuni i lidhur dhe ket gjithmonë çatin me disappearing messages 24 orë, për nuk e nevojë të fshish fare. Çatet me çuna, çatet tjera. E bën WhatsAppin që të fshihen mesazhet vet që mos kesh halle. Nuk është tradhti kjo, ti po fshet diçka. E kena për shtetin, mos na kapi ndaj, nuk përveç shtetit, ti aq shumë e do femrën tate, saqë mos mërzitet ajo, ti i fshin që ajo të jetë e qetë. Edhe e lumtur. Kuptoj, bën shumë sens çdo gjë që ju thoni. Prandaj ne kemi patur 2 sezone një program vetëm për ju. E dija që ditën a kuptoja, se këto të dyja se pra si gjë. Ja, gjithmonë. A është tradhti kur një çun i lidhur e fsheh lidhjen e tij në Instagram? Ço do të thonë fsheh? Qa e në gay? Postojmë dashur në Instagram, të ma shofin mu dashur në Mileti, ta shofin me mu, thot ta kisha unë këtë, asi lloj postimi. Zero. Ti nuk po e bën për të fshehur që je i lidhur, po e bën thjesht se nuk do që të ngacmojnë të dashurën e ta shohë dikush tjetër. O zemra, kur të shohin me femra ngacmojnë më shumë, po unë kam mos më shohin atë, s'ka pse ta shohin njëri. Unë më shoh shokët e mi dashurën time, a kupton? Jo. Nuk postohet, s'postojmë as vet, maksimumi naj foto naj makinë, naj pamje, naj green coast në verë. Nei ganja, korek shumë e cunat ke pamja atje. Mali, du me pi, mu që fletan. Mali, e veç ti, e ndërsim tjetrën. Du me shku në studio me kap naj bito gjithë që e ka na flak. Kur sa ngel këngë, babo këngë, që mos bëjmë ne. A është tradhti kur një çun i lidhur mban kontakte me ishin thjesht për qef? Asi lloj. Ja. S'është tradhti, Puna është
e dashura, ka ca ditë. Ma shëndete, no. Shnet ka. Fjale vërteta, si lloj tradhtie, shnet E paçi. dashura, ka ca ditë, i them koka, jo po i vin 50. Duhet me pas një aty që kur s'osh ajo, me... Pastaj, pse që ka tradhti? Budalla që ajo që kthej akoma. Ju jeni problemi, jo ne që ju shkruajmë. Për çka kthej ajo? Ta dini se na bën do jo po të suna janë problemi, jo. Mos kthe. Shkruna ai, mos të. I lezetose. Ta qefi vetë, se mos ta kishte sktheja kupton. A keni... Si kena lënë mangët, pranaj shkruajmë prapa, ne kthejnë, a shnet ka. Si vetëm vërteta Si sot, kena vetëm lënë vërteta. mangët. Tani që vjen vera, e keni të vështirë të ngarkuar këtë sezonin? Se na ka myt Domethënë sezonin e punës apo të femrave. të femrave, kam fjalën. Po ne, a harxhoni më shumë tani në verë se normalisht ja do shkonin palas, ato duan t'ju blesh në një shishe, t'ju bësh në një dhuratë. Si funksiononi ju me këto? Nes nuk merrem me materialiste. Jo. Janë bë Jo. të gjitha janë bë Gjitha vështirë. janë bë. Na i te gel po, edhe. Po, për e të gel, e pagujmi Po, got. derisa të shkoni te geli, ajo do Punojmë ne gjithë muin, Po? punojmë gjithë muin, e kena pa në njërë në Instagram, nga këto influencerat që quen. Influencer Shkojmë aty në jug, që rrogën që kena marrë për një muj, ngelim pa kokër leku, edhe do thush ti, i te gel ja vlen, a kupto? E Po për thuti, i të gel pa. edhe u shove, Ma- e shef këtë, e kisha unë mrëmë. Dakord, po. Para se të shkosh aty shpenzoni pak kohë me to. Domethënë sa është koha më e gjatë që ti kalon me një gos para se të shkosh tek intimiteti. Për këto femra sot nuk ka nevojë me shpenzu, thjesht me hudh lekun edhe vin direkt. E vin. ti si vin me si miza nese. Dhe Po. ti do thush me drejt, do thush pse nuk i ble ti gjona dashurës tate, që e Po. marrë shtëpia, po i ble aty në palas. Aha. Ta them unë tash. Ai to cuna që i blejnë dhurata dhe tregojnë romantik me dashur të tyre, janë pederasta. Po, goditje ka, Janë pederasta. Mire ka, romantik. Ai që do të çon, nuk ka fjalë. Vepra. Qa dish do me thënë. Edhe na dalin me këmisha me lule, pastaj këta tjerët romantikët që na bojnë TikToqe. Se kanë upground gjithë tash janë bë gjithë eksperta. Jam e shastisur, jam pa fjalë, jam gojë mbyllur sepse po fola. O Birta, kena i pyetje tjetër se na po na thrasin ke lavazhi. Kena punë. Jo, nuk mendoj. Ça kemi pyetje? Kena punë tash mos na erdhëm të respektuam. Ja, Për ty se pa do tjera bravo ju qoftë që keni këtë emision. Ti e ke shpëtu, je e lidhme, ke shpëtu, këto dyja ngelin der, ai lart ka për t'i pa, edhe ne nga ekrani. Pa i super zotin. femra më po Super tu femra. familja që ka çaj silen shtëpis më të fola shumë më çaj. Po ja sot që e provuat Ka koltukun vlezra, e pa ka vlezur, manualit. çaf. E provuat sot koltukun e pa manualit dhe nuk jeni më nga telefoni në komente në TikTok edhe në Instagram. Si unë djetë, për shumë, çfarë mendon? A do na shani më? Për ditë, Varë që flisni. për ditë e Po për ne vetëm natë. kështu temash flasim. Vetëm juve ju nxjerrin bojën. Keni për të shajt. Barbarisht. Nga mjesin darë. O fol e ma, o dhit e ha. Jepni gojës në komente e për dit na keni. Ose sensibilizoni, shtroni, se nuk është mua bet kë. Më pëlqen. Mund të bëjnë një emision ke kuzhina? Tu dhe aty na i byrek, na i fli, na i gjë të Po, mira çfarë të ka flasin? sot hahet. Na i gjë kështu, po ja me fol këto diskutime se nuk Ka ja. qa me mos angë nga promovoni dur gjëra të këty aktiva. me okaz, me vdek. Me vdek. Më pëlqeu shumë. Pa i zotin. Shumë interesant. Gjithsesi, ne nuk kena kështu çunat këshivi me rob. Për faleminderit për ftesën, ishte privilegj që na zgjodhet ne nga të gjithë ata të tjerët që investohen në komente me ju, që kalojnë kohën e tyre edhe janë të papunë si puna jon. Faleminderit shumë që zgjodhet ne. Respekt. Unë menoj që ndoshta ju shajm pak më pak se ju kena njoftë dhe kena për ty. Më respekt, ato të dyja nuk di ç'a them. Jo, Edhe- mendoj që jemi Ja, jemi çuna. të treja.
Dhe tash i menoj që edhe ky s'është muhabet me vazhdu me këtë jetë, do me thënë menoj që të sensibilizoni pak edhe dhena gishtin kokës. Këtë do thoja, se është pyetja e fundit se duhet ta Me mbyllim. menu për më gjatë. Do ta mbyllim. Çfarë mendoni, çfarë duhet bëjmë ne të treja që ju të mos na shani më, që kur të vi sezoni i ardhshëm ta kemi mbledhur mendin. Çfarë Të mbylli emisionin. Jam dakord. Të Mbylli emisionin, ha emision kuzhinë, mësoni gocat si me gatu, Jo, si me kaz, dash asilloj burin, emisioni si me dash kaz. vjerën. Ti boj videot nga shtëpia kaz. Nga shtëpia kaz Me emision nga shtëpia kaz. Me mësu si me i bë kafe vjerës, si me dash vjerën, Kaq. vjerin, burin, mos me unda, me dasht. Edhe po trastoj. Ta mësoni që buri mund të ketë dashnore, po është e shëndetshme për lidhjen. Promovoni gjëra të mira. Burri lahet me i grusht ujë, femrën se lan një det i tërë. Thot populli. Po kazi se e mendoni ju që si na të edukum, nuk na lexu libra. Fantastike. Po ne me kazi ne na filozof rrugë. Ne na filozof, na kam mësu rruga e jeta, sakrificat, gjaku djersa. Unë, si që ju thash, jam e surprizuar dhe e mahnitur, në fakt jo dhe aq, sepse e prisja që niveli i çunave që na shajnë nëpër komente do t'ishte i tillë impresionues, do se nuk po ju shaj. Kështu që pas 2 sezoneve edhe 2 njerëzve që e pranuan këtë përballje, me plot gojën them që janë okay. Janë okay. Respekte. Më thënë, janë fix ata që duhet t'jenë dhe prandaj prej këtyre ne nuk e kemi shevur fare nga komentet. Edhe ne mund ju a bëjmë gëshët që së doni, im të hapur. Pusha! Do të shihemi në episodin e radhës, Në falo kaza, se rrojë ky jena me ishte kamera. thjesht për pak ndryshim. Ju dua, keni ndonjë gjë për të thënë? Na kontaktoni, Instagram e dini vetë, jo? na kontaktoni, na shkruni, jena më se të hapur. Buza nëse e shef këtë video është fake. E kena muhabet e punë, janë për punë. Zera jam për vënit punë. shu se për halë tjera. Shihemi në episodin e radhës të pa manual. Ju Ai dua. notën, respekt e i rujtë zotit gjithëve. Natën. Natën ka. ¡Ándale!